jemi në këtë cikël zgjedhor dhe nuk po më duket që ka shumë dallim sepse njëra ndaj tjetrës ndikojnë dhe anasjelltas. Më shumë po du me përqendru pyetjen në zgjedhjet qendrore dhe pamundësia për të krijuar qeveria. Tashti kritika me vend është që pse vetëvendosja i boni kërkesë veç LDK se nuk i boni edhe partive tjera, të paktën mi au dërgu një letër edhe me diskutu. Tash në fund nashta kish dalë që nuk mundën mu pajtu, po të paktën me bo një protestë të tillë. Tash ata i din arsyet e tyre, disa të cilat i kanë thonë në publik që pse se kanë bo. Nëse e kish bo ndaj josh, qata mërmenja, cili ka qenë disponimi, duke marrë parasysh që lideri i vetëvendosjes, kryeministri në detyrë apo deputeti, qysh do një thuni, ka thonë në një debat televiziv që me PDK-n është problem se mas pari nuk e din me kënd du të me full. Aty janë 4-5 kryetar. Pra, duke marrë parasysh, leta konsiderojmë këtë deklarasi të mirëqenë. A mendoni që kjo arsye do të ishte shumë problem për partinë që të vendoste pro ose kundër për të bërë pjesë e qeverisë, pra si a e keni diskutuar? Pyetja yte, a i ka 4-5 kryetar PDK-ja, apo thu kështu? Jo, nuk është ajo. Ajo është veç, a ka mujtë më konë si problem që vetëvendosja e ka identifiku për që ata se ka dërgu letrën heq, edhe nëse e kish dërgu, a ishit konë për, apo ishit konë kundër, apo a e keni diskutu që qështje dhe po besoj që e keni diskutu. Po sigurisht edhe pse kjo pyetje hipotetike, ne e dim shumë mirë që kemi pas një vendim shumë të shpejt sa i përket qëndrimit tonë politik, edhe nëse na kish ofru për koalicion, ne nuk kishim shku me vetëvendosjen, duke pas Albin Kurti si kryetari i vetëvendosjes dhe fytues i zgjedhjeve apo jo me numrat mjaftueshëm, ka tërgu një ideologji dhe një fjalor përçarës edhe gjatë zgjedhjeve edhe pas zgjedhjeve dhe sigurisht që nuk i duhet një frym për 4 vitet të ardhshme të qeverisë një njeri që nuk unifikon, por përçon dhe sigurisht dhe nuk përparon me jetësu premtimet e tij apo edhe të koalicionit më të gjerë nëse kish ndodh ajo, sepse kemi po për 4-5 vite realisht ka pas një realizueshmëri shumë të vogël të premtimeve të tij dhe sigurisht që ne nuk dëshirojmë me shku në qeveri me një njeri që ka performu dopt në aspektin edhe të performancës, por edhe në aspektin ideologjik që realisht nuk përputhem, kemi një ndek të madh mes njëri tjetrit dhe besoj që edhe po të na kish ofru Albin Kurti nuk do të kishim dhënë dritën e gjelbërt për koalicion. E dha përgjigjen, urdhëro drenori? Apo edhe një çështje. Po, se edhe krenari se pas ka përmbyll, po, urdhëro. Lutem vetëm një çështje. Se sigurisht çdo kundërshtar mundohet të përçojë edhe subjekte të tjera politike dhe të mundohet të çet mjegull në strukturat e tyre për qëllimet e veta të përfitimit. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë gjithmonë unike, e ka kryetarin e saj dhe sigurisht që vendimet të ne merren në strukturat e partisë, nuk merret nga jashtë strukturave të partisë, e sidomos nga dikush që është jashta subjektit politik apo jashta strukturave që pa marrë përgjegjësi fare hiç në llogaridhënie, siç është Diona Mihali për shembull, jashta krejt strukturave të partisë dhe institucioneve, merr vendime për qytetarët e vendit dhe të Kosovës. Do më thonë, me këtë përgjigje, ju në farë mënyrë po ja aprovoni qëndrimin e vetëvendosjes që ma mirë ko ka konë për ta mos mi uftu juve, e para, edhe e dyta, masi nuk ju ka ftu juve, edhe ka dështu formimi qeverisë nga i pari fituesi zgjedhjeve, pra, fituesi relativ, apo mendoni që ju prap e keni gabim që ju nuk e formu qeverin me opozitën, pra, se ty dush me bo diçka, ty nëse s'bosh me të parin, ty dush me gjetë një zgjidhje, ose të paktën, mos me kritiku vetëvendosjen pse s'ka arrit me bo qeverinë, se ti nëse së ne bën opozitat, pak të mos e kritikoj heq. Qërë kritika du me ka, pavarësisht sepse e ka numrat më të mëdhej. Unë të garantoj që po të kishte Partia Demokratike e Kosovës
votat të cilat i ka vetëvendosja apo numrat në deputet, ta garantoj se shumë shpejt i kishëm pas qeverinë. Ne kemi pas